Prej vitesh, transformatori elektrik i vendosur në shëndër të fshatit Pistull është në gjendje të amortizuar dhe jashtë standardit sigurie, duke përbërë një rrezik serioz për komunitetin. Rreziku është i vazhdueshëm për të gjithë grup moshat e veçanërisht fëmijët. Ai ndodhet vetëm 100 metra larg shkollës 9-vjeçare, ku çdo ditë nxënësit kalojnë për te këtij objekti, ndërkohë që kasetat elektrike janë të hapura pas një sinjalistik paralajmëruese për rrezikun. Ky është transformatori në qendrën e fshatit Pistull. Është vetëm 100 metra larg shkollës 9-vjeçare, por si duket, OSHE nuk ka marrë asnjë mas për ta pajisur me një kabinë, sepse rreziku vazhdon të jetë i lartë për fëmijët e shkollës, por edhe për banorët e zonës. Pavarësisht kësaj gjendje dhe rrezikut të lartë për jetën e banorëve, institucionet përgjegjëse për fshirë operatorin e shpërndarjes së energjisë elektrike OSHE nuk kanë ndërmarrë deri më tani masa konkrete për rehabilitimin apo sigurimin e transformatorit. Banorët i bëjnë thirrje autoriteteve që të ndërhyjnë sa më parë për të eliminuar këtë rrezik potencial dhe për të garantuar sigurinë e komunitetit, në veçanti të fëmijëve.